do bëjmë gjithçka të kthehemi nga diaspora. Me politika demografike ne do paguajmë nga linja gjerë në 23 vjeç fëmijën e tretë si shtet. Shqipëria bëhet madhështore vetëm atëherë kur ajo të arrijë në madhështinë e familjes shqiptare. Kur familja shqiptare tjetë një familje solide, një familje e vlerave, një familje e vizionit e edukatës. Një familje e cila kur më, në të cilën kur më s'do guxoj kush, ti thot nënës dhe babajt, prindi 1 dhe prindi 2. Morën fund këto. Këta që donin të sillnin këtë moral në Shqipëri, këta donin të shpërbënin, këta janë post-marksist, janë më të këqij se Marksi dhe s'do kenë vend kur në Shqipëri. Miq, Shqipëria madhështore kërkon pastrim në shtëpisë. Dhe unë jam këtu para jush për të zotuar në mënyrën më solemne se zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Unë i them nga kjo sallë këtu sot, çdo banditi, i them visit të pojës, suelqels, shytve, kudo që janë, se për çdo vot do keni një vit më shumë dënim. Nëse mos prekni votën e shqiptarëve, do mjerohin atë mënyrë që se imagjinoni kur. Ushtarët të keqes të Edi Ramës, guxoni dhe kërcënoni qytetarët, do të hapsoni si që meritoni. Shkoj në Lushtje dhe atje me del një Zaka, Kidiona Zaka, kandidatja e bandës. Shkoj në Elbasan, Sara Mile me porosi Edi Rama, Suelit, këti pojës Durrësit, ashtu është ai, që puna jote do matet me votat që merr Sara. Këtu përsëri Gjushi, dhe Gjushi me fustan, dhe poja dhe këta, çdo natë